Është koha për një tjetër bisedë këtu në studio, më rubrikën rrëfime nga gratë të suksesshme, ku edhe sot e kemi të ftuar një zonjë shumë të suksesshme, se do të tregoj shumë çka për jetën e saj, për linjën e jetës së saj. Bashkë me mua në studio, Brenda Nebiu. Mirëserdhje dhe shumë kënaqësi. Faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësi edhe nga ana ime, Lorinda. Si po ecën këto ditë për ty, fundjavat zakonisht, si ke ashtu ditë pushimi, ditë që kalon ndoshta me familje, apo prap ndoshta mbesin angazhimet edhe gjatë fundjavës? Po, fundjavat zakonisht janë pak më relaksuese. Kaloj herë në udhëtime, herë në shtëpi me djalin, me bashkëshortin, me familjarët. Zakonisht preferojna me udhëtu, me dalë në vende të ndryshme, me pushu pak më shumë, me relaksu, me marr pak energji më të mirë, më ndryshe edhe me vazhdu mandej javën. Padyshim pra je një person që i don udhëtimet, apo jo? Po shumë. Madje njihna që kam qaf shumë me udhëtu, më pëlqen tepër shumë. Në kaluamën më thoshin që kur bëhesh nën ke më ndal pak se fëmia, obligimet, dhimbet me lëviz shpesh, se s'don m'ja prish ratin, po qysh po do këtë jo, se prap s'moj me nejt bashkë edhe me djalin, ashtu shumë shpesh e marrë dhe dalim. Edhe jashtë Kosovës, në Evropë, kudo që mundemi me shku, kurdo që e gjejmë një kohë të përshtatshme, vizitojmë vendet ndryshme. Pra gjitha ato teori që tu kanë thënë i ke rrëzu, sa i përket udhëtimit edhe me fëmijë. Gjitha, jo. Unë edhe madje kur ka qenë shumë i vogël, çdo ditë kam dalë në përparqe të ndryshme, e kam shëtit, nuk o mujt me najt ashtu me qëndru në shtëpi, sepse edhe prej një jetës dinamike që që kemi ne në media, kur lind pastaj je pak më rehat në shtëpi, ne jemi mësuar me qenë rehat shumë, me punu vazhdimisht, edhe nuk e don atë jetë, fillon pak më u bë monoton, edhe për atë arsye unë udhëtimet, shëtitjet si kam dalë asnjëherë. Më pëlqen shumë. Kresh një mesazh shumë i mirë për shkak që e ceke, sidomos ju që keni qenë gjithmonë aktive me punë, me angazhime, pastaj padyshim që ndryshon jeta për një moment diçka. Tërësisht, po, Lorinda, është shumë e vërtet, se në fillim isha duket ndëgju, duke bërë prezantimin edhe thash, ashtu thonë për mu kështu, e u habita komplet, po jo, tërësisht të ndryshon jeta. Prej diçka shumë dinamike ku mësohesh me punu shumë për vetëm, për karrierën, madje ne dojmë shumë punën që e bëjmë, se ndryshe s'kishë mujt me punu, se me të vërtet nuk është edhe atë që letë qysh shihet në ekran, edhe qysh dukemi para kamerës, po kur ndryshon jeta, pastaj kur bësh në atë fazën që dush me qëndru bashkë me bebën, me u kujdes, neve që jemi shumë të angazhume na u duket si një pushim, pavarësisht se beba i ka angazhimet e veta, lodhjet e veta, stresin e vet, pa gjumësi ndonjëherë, por që prap prej një jetë shumë dinamike, kjo të duket pak më e lehtë kur je duke qëndruar në shtëpi. Përmende edhe më herët këtë dashurinë që ke ndaj udhëtimeve. Cili ka qenë udhëtimi i parë që e ke bërë bashkë kështu me familjen tani, me djalin, me bashortin, përse që kujtohet? Po, se me djalin për herë të parë kam shku në Francë, në Lyon, bashkë me djalin, unë me djalin edhe ai, faktikisht ne të dy bashkë, kemi qenë në vizitë e vllau, por para Lyonit se gabova kemi qenë edhe me bashkëshortin në Turqi. Kjo është udhëtimi parë, që beba ka qenë djali 3 muaj në atë kohë, edhe ishim në pushime në Turqi, pastaj pas një kohë shumë të shkurt kam qenë në Lyon. Por që të arish tek krejt këto që po i përmendim tash, udhëtimet me djalin, karriera, televizionit, gjitha këto, ke kaluar në për disa etapa tjetës, kështu që po të kthejmë së pari pas në kohë tek fëmijëria e Brendës. Si ka qenë si fëmijë, si e kujton, si ndoshta të përshkruajnë edhe rrethi, familja? Po, unë si fëmijë, unë edhe tash zakonisht njerëzit më thonë që jam shumë e qetë, karakterizon ajo qetësia, brishësia që e kam, po fëmijë qysh më thojnë, kam qenë edhe më e urtë se tash, se njeri të shku të rrit, të bo pak ma e fështirë, të bo jeta pak ma të fështirë. Unë kam qenë një fëmijë shumë i urtë, një fëmijë shumë i dëgjushëm, se ndoshta pak është pa lidhje me folë për vetëm, po me të vërtet kështu ka qenë. Bile po e tregoj një rast që shpesh e përmend gjyshja ime të dajt. Ja tregon gjithave, me ka do që takot për herë të parë dhe që e sheh dhe që donë mu me më përshkru si mbesën e saj, thot që rasti që mas shumë ti më ka befasu të Brenda është se gjatë punëve në shpe, tezi jam ka thonë që ndra që të ullën, deri sa t'i krym punët,
edhe unë kam qëndru ullën, edhe ata më kanë haru që më kanë lanë ullën aty, unë s'kam guxu me lëviz prej vendit, diku rreth 4 orë, kam bo punët, kam bo drejkën e krejt, edhe po ma bën gjyshja mu, qka i të bo këto, ne pithom, jo, po tezja më ka thënë, tash po pres kur të më thënë mu qu prej vendit, logaritës sa e urtë kam qenë, po madje krejt më thonë që në familje kam qenë edhe ashtu vajzë shumë e respektushme, me familjartë, me rrethen, me shoqnim, po edhe shumë e qetë. Pastaj edhe në shkollë kam qenë një prej nxënëseve, edhe shembullore, po edhe që më ka karakterizu edhe nga mësimdhënësi qetësia, edukata, e kështu me radhë. Për shkak që i përmendet i paret që ke qenë si fëmijë shumë i urtë, shumë i dëgjueshëm, e ke fatin që dhe djali me të përngja në këto pika? Po, fatmirësisht Lorinda është fat për nanat. Mendoj që për gjitha nanat, fati ma i madh, kur e kanë bebën e vogël, kur është, sidomos muajt e parë, me qenë një bebë që ka një rahatit madhe, që flen mirë, ushqet mirë, nuk qanë vazhdimisht edhe që rahatot ku da që shkan. Unë për atë edhe kam pas shumë të letë televizit, të dalë shpesh, mos të ndaljem përveç se normal në mbrëmje kur dije që fëmija e danë gjumin e natës edhe du të me qëndru në shpe, po gjatë gjithë ditës nuk është që kom pas në i penges, sepse ka qenë me të vërtet mjaft i urtë. Edhe për këto ka qenë një fatë shumë i madhë për mu, nuk ma ka vështërsu jetën në asë një aspekt. Është Brenda vajza e vetme në familja, po jo? Po, unë jam vajza e vetme në familja. Jeri, ndërsa me disa privilegjët dhe me një dashni më tepër? E di si është Lorinda, unë ndoshta familja, babi, nana jam, janë mundu ashtu mu më përgdhel që jam vajza vetme, po nuk kom qenë asi persone. Unë e thash që përveç që të cisë, unë kom qenë edhe shumë punëtore në familje, kom dojmu shumë nanës rreth punëve, edhe pse kështu në shkollë kom qenë gjithmonë shembullore, kom vju edhe në përkurse, po prap kur kom shku në shpi, nuk kom qenë ajo vajza për tace, edhe që miret vetëm me mësime, ose me ato angazhimet e veta, ose hynë dhome edhe do qetësinë e vetë. Jo, kom qenë shumë afërt me familje, nuk kom dje që më kanë lasdru, për kundrazi ose ndoshta sa ma shumë që janë kujdes, unë e mboj mend vetën që kom pas shef shumë ja këthy me të mirë. Bilem kujtojt që shumë herë ndoshta edhe na i lanë që së më pëlqej ke mësojsha me marrë një notë mirë, një peshe, veç me i bo ata të lumëtër, prend, babin edhe nanën tem se ashtu si gjdo prend djetë krenari, di që shumë shpesh e bëjsha për ta e jo për vete. Ndoshta edhe kjo u konë që ata janë silë mirë, unë kom pas shef me ja këthy me të njëjtën monedë, si fëmi. Përmende që edhe gjatë shkollës ke qenë një nxënëse shembullore, po e ke pasur në mendje edhe si më e vogël se me çka do vazhdosh në të ardhmen, si do t'jetë profesioni i Brendës? Po, ne kemi qenë 4 shoqe në grup që i kemi shpreh dëshirat tona dhe ëndrat tona që është vogla. Edhe se cila e ka pas dëshirën e vetë që në të ardhmen që jemi tash i është realizu. Dëshira e madhe, qysh e vogël, ka qenë për me punu në media, atëherë e shikojsha RTK-n shumë, e shke Resul Sinani, kolegu e mi dashur tash, edhe thojsha unë e kam e u theq lajmet në RTK. Edhe ashtu dita, jo të punoj në radio, në televizion e Kosovës, po të punoj në media të ndryshme, për mu ka qenë kjo ndrejmë ta ke mikrofonin e dora dhe të punoj si gazetare edhe ashtu realizuan të ardhmen. Pra gjithmonë e ke pas, paka shumë një vizion se do t'jesh para ekranit. Qysh në shkollën fillore e kom dasht. Bile, këtash kur takojmi me shoqet e shkollës fillore, më thonë që ja ke dalë, ashtu qysh ke desht edhe e ke arrit qëllimin. Edhe po, me të vërtet ashtu ka qenë, sepse edhe kum punu rreth qati drejtimi, jo më angazhu në mediat të ndryshme, qofshin ato të shkruara, qofshin televizive, ashtu si gjdo fillim i gjdo njeri që punan në media. Zakonisht gjithë ato vajza, sidomos që kanë ëndër kur janë të vogla t'jenë para ekranit, zakonisht janë shumë aktive edhe me këto aktivitetet shkollore, në programe shkollore, me ndonjë rezitim, me moderim. Ke qenë edhe të një e tillë? Po, qysh nga shkolla fillore, shkolla mesme, pastaj me festivalet të ndryshme, në
qytetin e Ferizajtësa nga i qytetë unë vi, edhe aty kam qenë shumë prezente në festivalet ndryshme ku i ka moderu, ka mu theqbila, ma dje këto fillimet e mija unë ndjesha shumë krenare kur ishke ndonjë festival ose ndonjë organizim kulturor, edhe që isha unë duke moderu, qoftë kulturor, qoftë politik, që kjo foto përshkruan shumë mirë. Ka mu dhejtë shumë festivale për fëmi, po organizimet ndryshme kulturore, gjë që jam ndjesh shumë mirë në atë kohë dhe tash, pëse jo ishin disa prej fillimeve të mija që dilshan s'kem para një publiku, edhe një emocion vete, normal. Një farë privilegje edhe për mu, po edhe për prendi ishin shumë krenar që veç po e arri ato që e kom dasht, gjithmonë. Po besoj që ende i ke kështu të freskëta ato emocionet e para temit moderimit të një eventi apo çka do qoftë. Kujtohet se cila ka qenë hera e parë kur ke qenë para kamerave, para një publiku? Po, kur kom qenë, momenti parë kur kom qenë duke moderu në një organizim kulturor, ka qenë një festival ku i ka promovu këngët e vjetra qytetare. Tash festivali si e ka pas emrin nuk po më kujtohet se ka qenë shumë mate, para shumë vitesh, por që më kujtohet hera par, u pata përgadit aqë shumë, e pata shkru skenarin vetë, më kujtohet ka qenë pjesëmarrës aty edhe këngëtari Veli Saiti, që është po i njëjti qytet, edhe ndjesha shumë mirë, me shumë emocione, po shumë e përgaditur. Kur dola në skenë, më thëshin ata që më kanë ftu për atë organizim, që sa mirë je përgadit kush ta ka shkru skenarin, a vetë ke shkru edhe, bëjshin shaka me mu, po aqë shumë e përgaditur sa që në momentin e parë që kom dalë skenë, mos kom pas emocione, isha shumë e gatshme për me moderu. Një gjë shumë e madhe për mu, ndoshta shumë e vogël për dikë me pa, po ishke shumë e madhe në atë kohë për mu kur e moderojsha. Padyshim që puna e pajallshme të ka bërë që të hapen shumë dyer gjatë jetës dhe secila besoj që e ka atë eksperiencën e saj të mirë, momentet e mira, çdo punë që e ke bërë për shkak që jam bërë pothuajse 10 vite që je pjesë e kësaj bote, apo jo? Po, e vërtet. 10 vite jam bërë. Unë mendoj që kur gjë nuk vjen jetë rastësisht, gjithçka vjen me përkushtim edhe mund. Të dikush më letë, të dikush më vështirë, dikujt i duhet më shumë të punoj për me arrit atë që e do, dikujt ndoshta e përcjell më shpejt fati. Unë kam qenë një prej vajzave, mund të them që më zgdash me punu shumë, që këto jam në pandemi, kur kam punu një prej agencioneve të lajmeve, isha duke thënë që më zgdash me punu shumë për me arrit deri te ekrani. Nuk ka qenë edhe shumë e thjesht për mu me dalë në ekran, sepse mbas koncerteve, këtyneve organizimeve, unë e kam punu edhe si gazetare e terenit për shumë kohë, shumë gjatë në televizionet të ndryshme, pa dyshim që gazetaria në tereni ka ato vështirësit, lodhjet e veta, sfidat, e din kur del, nuk e din kur kthehash, ftohti dush me i rezistu, nxehti dush me i rezistu. Janë ato lodhjet e shumëta e dërmuese ndonjëherë, po që kur e don diçka, pavarësisht edhe pagës që e merr, edhe mundit që e ki, edhe gjitha ato sakrificave që i bën gjatë rrugës, e bën sepse e don. Edhe unë e kam zgjedh këtë profesion, e kam ushtru këtë profesion vetë se e kam dasht, pa asnjë gjë tjetër mbrapa. Nuk e kam shiku në fillim as rrogën, më mjaftoj ke veç me mdal rroga sa me pagu Qiran Prishtinë, edhe disa gjërat mija të vogla obligime, për ndryshe aq më mjaftonte, nuk e shikojsha shumë pagën, veç ape ushtroj profesionin që e duan, sepse ajo të përmbush mas shumëte. Ne mundem me punu qëfar do pune tjetër, po që nuk jemi të përmbusht. Ka pas raste që kom punu 2 puna në televizion edhe në një kompani për shkak se gjendja financiare në televizion, sidomos në fillimet e mija, nuk ka qenë shumë e mirë. Vetëm për mja dalë, po prapë s'kom e dorë prej televizionit asë njëherë. Pra të regove që ka qenë me rëndësi për ty, ka qenë që të ka përmbush puna që e ke bo dashnia për televizionin në përgjithësi. Po, ke pas ndonjëherë momente dëshpërimit themi sa i përket aspektit financiar, apo gjithmonë ke vazhdu me atë dashurinë e një? Sa i përket aspektit financiar, jo. Nuk kam pas, sepse të regova që ka pas rase që kom ushtru edhe 2 puna, edhe ja kom dalë. Po, në aspektin emocional, shpirtëror,
që ka pas raste që ka mendu që po mbët ndonjë padrejtësi, po, ka pas raste, sepse nuk po du me gënjy publikun që ka pas raste dhe madje din edhe kolektivi me cilë kom punu që ka pas raste që kom pyet veten pse po më do të ka shumë me punu për me arrit ekranin e po ka shumë vajza tjera që po arrin shumë shpejt pa përvojën tem mbrapa. Din ka pas edhe kësi momente po që kanë qenë kaluse. Po, cilat kanë qenë ndoshta ata personat që të kanë bërë mos me u dorëzu në momentet të tilla, që ndoshta të kanë qëndruar shumë afër, ta kanë vlerësuar gjithmonë punën? Vallai, më thonë drejtën veç vetvetja. Mas shumë të vetvetja, se unë mendoj që vetës dush mi dhonë mas shumë të motiv, shpres, sepse tjertë nuk e din ndoshta sakt që kanë ndjenë brenda dhe qysh po i përjetojnë senet. E sidomos une që kam qenë një person pak ma i mbyllën edhe nuk kam da shumë shpesh mua në kute njerëzit, nuk është që kanë ditë shumë që ka po ndodhë me mu. Për shambull, familjarët e me, pavarësisht une kam dhe shumë ekranin, medalje dhe qysh më herët, nuk e kanë ditë që une me që ka po sfidona në pune, cilat janë ato ulljet e ngritjet e mija emocionale, as njerë sepse nuk kanë desht me ngarku kor. E kështu që mas shumë të thëmë është vetvetja ajo që qëten me dashtë vetën edhe me punu e mja dalë për çdo qëllim që e ki. Për këto 10 vite, përmende që ke pas sfida nga më të ndryshme, qysh prej punës në teren, ballafaqimi edhe me temperatura të ndryshme, koha, gjithçka tjetër. Si gazetar. Koha pandemisë, çka cilëson ndoshta më sfiduese për krejt këto 10 vite karrierë në botën e medjas? Më sfiduese. Nuk e di, nuk po më kujtohet diçka që ka qenë më sfiduse, sepse gjitha pjesët e kanë atë farë, edhe momentet e mira, edhe momentet e vështira, po më shumë, kur isha sidomos fotot që dilshin këtu, më shumë njapin knaci edhe me të vërtet bojnë mu një krenare për gjitha to qka ke hek, qofshin hekat vogla ose të mdha, për me konë kjo që je sot në profesion. Se unë mendoj që nuk mundet me ka një gazetar i mirë pa ka një gazetar i fort në teren. Ndoshta kjo është mendimi em, që këto është një prej intervistave që kam bo me kryetarin e bashkisë Vlorës. Qose nuk a bëj është Dritan Lele, inshallah nuk pe ka bëj emrin, se edhe kjo është para shumë vitesh, nuk e di këto sa po duket në foto, po është para shumë vitesh. Edhin udhëtimet të ndryshme në Shqipëri, jashtë vendit, krejt këto kanë qenë momentet bukra, ndonjëherë sfiduse, po mës shumë të bukra, që më kanë dhonë shumë knatësi. Po përveç pjesës karrierës që përmende që ke pasur sfidat shumëta për të arritur atë që e ke dashtë, më shumë të themi ekranin, pastaj erdhe edhe periudha që ta krijosh familjen tënde, apo jo? Po. Në bashkëshortën e kam njoftë shumë më herët, për mos me thonë që nuk ka qenë për krasë, edhe ai ka qenë për krasë në profesionin që unë e kom dashtë, ka qenë shumë për krasë, edhe familja edhe ai gjithmonë. Mas një kohë që ishim në lidhje bashkë, erdhë koha për me kurërzu normal dashurin tonë, edhe erdhë martesa, vendosëm për martes, madje vendosëm edhe që të kemi fëmijë, këto është dita kur jemi martu, para 3 vitesh. Një emocion shumë i mirë. Në atë kohë ishin mediat aty prezente në dasmën, në kanagjegjin tim, edhe ka shku shumë viral kjo dasma jam. Po që prap kur po e shoh prap një farë emocione. Përmende që ka pasur tëftuar që e kam përcjellë ndoshta edhe ngjarjen gjatë asaj nate. Padyshim që kur je fytyrë publike, disa gjëra ndoshta edhe të përcjellin, ndesha apo s'deshe. Ka ndodhur ndonjëherë që të ka pengu kjo pjesë, ky fakt, themi ndoshta me qenë në vëmendje? Jo, nuk ka ndodhur, sepse jo mundu që daljet e mia televizive të kenë sens, mos të bëhem shumë virale me deklarata që nuk i ndjej, nuk qëndrojnë, ose me thonë diçka sa për më u thonë, që unë mu bë virale edhe me mjoftë i gjithë publiku, ma ndej me fillu edhe para gjykimet. Zakonisht këto mendimet e njerëzve janë shumë të mira, falë Zotit, edhe komentet kur dalë ose kur më shohin janë shumë të mira. Ndoshta edhe pse puna ime ka qenë asisoj, sepse unë e ka moderu një emision që ka pas të bëj me dëshirat e fëmijëve, realizimin e tyre, kam kontaktu shumë biznese, shumë njerëz për me bashkëpunu për me realizu dëshirat fëmijëve, edhe ka qenë një emision sa
emocional aq edhe edukativ. Ma shumë është përcjell prej fëmijëve dhe prej nanave, se kalova prej temës në tempo, ndoshta rikthehemi prapa aty. Që ky është emisioni, një prej xhirimeve të emisionit bashkë me fëmijët, edhe ndoshta kjo i ka bërë njerëzit që komentet jenë shumë relaksuese, shumë pozitive për mua dhe shumë të këndshme. Për këtë edhe shumë i falenderoj edhe gjithë ata që e kanë ndjek, e kanë pëlqyer emisionin që unë e kom udhëheq. Edhe kjo nuk më ka bo asnjëherë edhe me thonë se ky po më shikon, ai po më shikon, se zakonisht kur kam pa dikën që po më shikon prej larg, ka qenë një shikim i këndshëm, që nuk më ka pengu as pak. Për shkak që ke pas rastin me pas bashkëpusetime me njerëz të ndryshëm, me profile të ndryshme, po besoj që me punu me fëmijë ka qenë krejtësisht një ndjenjë tjetër, apo jo? Unë gjithmonë i kom dashur shumë fëmijë, gjithmonë i kom dashur tepër shumë, edhe për këtë arsye ideja e emisionit ka qenë po e imja. Në fillim ka qenë si një rubrik që është zhvillu edhe në teren, vetëm në teren, fakt, pastaj është bërë një emision që është zhjiru edhe në studio edhe në teren. Teren i kemi marrë dëshirat e fëmijëve, pastaj në studio i kemi bërë ato befasit për ta. Unë menoj që ma shumë jom gëzuone kur ju kam plotsu dëshirat fëmijëve se sa vetë fëmijët. Me të vërtet, jom gëzu shumë kur i kom pa sytë e tyre buzëqeshun, ftyrën e tyne shumë të lumtur, sepse faktikisht ky ka qenë qëllimi jam, përveç që u përmbosh ka emisioni, si emision u përmbosh edhe unë si brend me të vërtet. Ka pas raste që fëmijët kanë pas edhe dëshira nga më të ndryshme, dëshira që ndoshta edhe vështirë kanë qenë për të realizu, po ato që mas shumë të i moj men kanë qenë këto dëshirat e fëmijëve që kanë kërku shtëpi, kanë kërku diçka që shumica e kanë, po ata se kanë pas edhe kjo më ka shti edhe më shumë faktikisht me pas përgjithësi për veten edhe për emisionin edhe me hulumtu shumë për me arrit edhe mja plotsu bashkë me biznese normal. Se pa qenë ata edhe unë s'kisha mujt mja dalë edhe mja plotsu dëshirat e tyne, po shqyqër Zotit kemi shumë njerëz vullnet mirë edhe që i kanë përkra fëmijët edhe që tash fal emisionet janë shumë të lumtur me qato dëshira që i kanë pas, shumicës veç se ju kanë realizu. Tash si nën, po besoj që e ke edhe një ndjenjë tjetër sa i përket këtyre fëmijëve që ke bashkëpunu me ta deri tash, apo jo? Edhe më tafërt. Une kur i kam pa edhe kur vishin me më përqaf, se une gjatë gjithë javës kam shku në teren, i kam vizitu në për shkolla, në për vendet të ndryshme, në familja apo ku do qofshin. Kur vishin mu mbledhshin gjithë fëmijët si më pashin e për shkolla, se e shikojshin emisionin, ishke një ndjenje mrekullueshme. Po tash që jam vetë nën, zdi unë mendoj që boll kom pas emocioneve që kam e pas edhe ma shumë, kur fillon emisioni prapë dhe kur i shikoj ftyrat e tyne dhe afërsinë që e kanë ndaj meje, se fëmija është diçka i pafajshëm, është që s'disher, nuk din më të bo keq. Qka presin për tyne janë veç gjanat mira, gjanat bukra. Edhe ka më mirë se me pas afërsinë e tyne, me dasht edhe me përjetu që ato që unë e kum përjetu. Për atë arsye edhe më ka përmbush, thash më ka përmbush shumë emisioni. Më kam përmbush shumë, unë edhe e thash edhe në fillim, ma shumë kam qenë unë e lumtur ndo këse vetë fëmijët. Më thëshin njerëzit që punojsha, oj Brenda, që ka shumë po gëzosh. Edhe po me të vërtet u gëzojsha shumë se. Edhe punojsha për me arrit qëllimin e dëshirës që ata e kishin, po kur realizoj kem fond e shkesi qërshia mbi tort. Për shkak që folim pak edhe për ceremoninë e dasmës para 3 vitesh, po besoj që prej ati momenti ka ndryshu jeta plotësisht. Se i kujton ndoshta ato ditët e para si bashkëshorte, edhe pse përmendet që keni qenë në lidhje për vite gjata, jeni njohur shumë gjatë, po pastaj besoj që ka qenë një epitet tjetër ky roli i bashkëshortës. Fatmirësisht edhe burri është një djalë që e don punën, e don suksesin edhe sa i përket pjesës karierës, për kontrazi veç më ka forcu edhe më ka ndimu, nuk është që kom pas angazhimet të tjera shtes, kom shku në punë, kom punu shumë, si kesh si s'kesh e martu me pothuj se njëjtë, se unë jetojmë bashkë vetëm na dy, edhe nuk është që kom pas përgjithësi të tjera përveç normal përgjithësisë së shtëpisë.
Neve jemi pa në mbrëmje, kur i kemi kry angazhimet edhe në momentin e parë që kemi pas kohë të lirë, kemi udhëtu. I vetëmi sen edhe i vetëmi bisedë ka qenë në fund ditës, ku po shkojmë, që ka po bojmë fund javë, ose a jeti e lirë këtë javë, jo, po edhe unë jam e lirë, a kemi shku ndonjë udhëtim, edhe kemi ra dakord për me udhëtu dikon. Për ndryshe, jo, nuk më ka ndryshu ashtu shumë jeta. Ka vazhdu jeta me udhëtime, ka vazhdu jeta me shoqnin, ka vazhdu jeta me punë. Edhe fatë mirësisht ndoshta edhe që jemi njofë më herët, nuk është buri jam prej tipave që i pëlqen me najtë shumë shpe mbyllun. Jeni përshtatë edhe në këtë pjesë. Po, nuk është që më ka pengu, ose nuk është që nëherë ju ka ndok të tepër ta këto angazhimet e mija, jo as pak. Për kundra zi ka pëlqy që punaja dhe mu më pëlqen që a i punan shumë. Fatmirësisht të keni gjetur një mirë kuptim në këtë pjesë, po të marrë parasysh tani që angazhimet ditore të gjithë secilit janë të shumta, jetë dinamike, jetë e shpejt. Sa ke ndoshta kohë që të takosh prindrit, të takosh familjen pak më të gjerë? Po, më herët, kur isha me angazhimet në punë, pastaj kur martohesh normal që kohën e lirë ki qef me udhëtu bashkë me bashkëshortin, shkojsha pak më rallë në Ferizaj, sepse ashtu ishke koha, lodhja, kur e krysha punën, kur shkojsha mande i mbanis, isha vetë shumë e lodhën, e dërmume, pastaj telefonatat për emision, dëshirat, si shtash se emisioni ka qenë ashtu që është dasht mu përkushtu shumë. Me plëcu një dëshirë me realizu një shtëpi është gjë shumë e madhe, sepse ka një kostë shumë të madhe, edhe mu dashke gjatë gjithë kohës me thirë bizneset të ndryshme për me realizu ato dëshira që i kishin fëmijët, qofshin edhe shumë të vogla, po prapë se prapë u dashke një përgaditje. Më herët shkojsha në vizit pak më rallë, dhe e di që, sidomos nanës, që po e shumë foto bashkë me djallin. Shumë fotografi shumë të bukur. Shumë e bukur. I mungo isha, po tash që po jam pak më e lirë edhe po jam me angazhimet e djallit, shkoj më shpesh. Po shkoj më shpesh se edhe djalli është shumë i lidhur me nanën tam. Kur shkoj unë Ferizaj, djalli asë një moment nuk dënë me më pa mu përveç nanës tem. Kur e marrë unë qanë me shku të nana jam, ma dje isha para 2 ditëve atë edhe vendosa me qëndru për një natë, edhe djalli nuk dhe ke me flejt me mu, po me nana, një munga në tepër shumë, po edhe kur vinë në vizite unë prend këto në Prishtinë, do të fshihu razi prej djallit me dalë sepse qanë tepër, është shumë i lidhur me nanën tam. Ja, zakonisht, ne kemi aty fëmi tjerë, sepse unë i kam 2 vllazni, edhe ata kam fëmi, po edhe ata e dojnë shumë gjyshin normalisht, po djalli jam është diçka më shumë. Për shkak që jemi të folë themi për 2 njerëzit ndër më të rëndësishme që i ke në jetën tënde, dhe folim pak edhe për dasmën, po besoj që e kujton edhe atë momentin tënd të largimit, themi nga shtëpia ditën e dasmës. Ka qenë emocionuese, ka qenë është ndjenjat përzira? Sa kom qajt. Momenti kur kom qajt më shumë ti ka qenë kur më është ofru babi edhe 2 vëllezërit e me atë, sepse kur e shifsha nana është pak më e përmbajton, edhe mundohet që mos me mërzit mua dhe aty eksplodova, si kur mos mujta me përbalu ato që e ndjesha mrena dhe u shfryta fillova me qajt. Po bashkë me mu kam fillu e gjithë sala me qajt, edhe kur po ishke valzimi me babin, aty bile e kam përshkrua dhe në një intervjist tjetër, ka qenë një moment shumë emocionus, me të vërtej që edhe tash kur përmenoj dyqysh por qetna në veti, po ka qenë shumë i siklet, gjitho vajze përjeton ditën e martesës, kur e ka atë farë përshëndetjen me familjen, jo që nuk shkan, jo që si viziton, po ndryshon paketa, ndryshon rrethonat, nuk është si ka qenë dikur, edhe normal që është një farë mërzia në vete. Për shkak që ka një lidhje shumë të ngushtë djali me nënën, sa ka qenë ndoshta afër në ato muajt e parë të mëmësisë, sa ke marrë ndoshta këshilla, metoda, për shkak që padyshim që prej gjeneratës në generatë ndryshojnë kjo pjesa e këshillave, rritjes së një fëmije, sa je këshillu prej saj? Po, me që dolëm këto, unë përshfryzoj rastin edhe me tregu se lindja jam ka qenë me operacion, edhe arsyeja që po e thëmë edhe po e tregoj këto se nuk i kisha rekomandu as një vajze, le të luftojnë që
ta kenë lindje normale, sepse me operacion me të vërtet është shumë vështirë. Unë, po mos ta kesha anonën tem që ka ardhë me mdimu ato ditë, ka qenë shumë e vështirë për mu për me u kujdes për bebën, sepse për një kohë dashtë me më kapë edhe me më ullë. Nuk kam pas mundësi as me marë bebën pa ma afru dikush, as për gjithënje, e le ma për ndrimin e pelenave, gjërat e tjera që u dashtë për fëmijon e posa lindur. E kështu që po, mami, nona em faktikisht ka qenë shumë për krase e madhe në ditë e mija të para të lindjes. Edhe unë thonë, nuk e di që ja kisha dalë pa qenë aja afer meje, sepse ka qenë shumë e vështirë. Do shta të kisha linë normal, më shpejt e merë vetën edhe më shumë mundësh. Ka qenë përgjedhje jotja, po? Jo, ashtu më është rekomandu. Po, ashtu më është rekomandu. Edhe ashtu u binda në vete që lindja do të shkoj në njërë cezariane, po falemderit shumë nanës temë që më ka qëndru afer, edhe më ka ndimu shumë në kujdesjen e otisit, në ato dite para. Jo vetëm kujdesjen e otisit, po edhe në kujdesjen time, si vajzën e saj, sepse është dashtë me u kujdes për të dytë, edhe për mu, po edhe për djalin njëkohësisht. Se ato fillimet janë pak më të vështira, beba qanë pak më shumë, vazhdimisht deri sa t'ja merë dorën se cilit sem, po edhe këshillat i kom dëgju. Po mësë shumë të unë i rekomandoj gjitha nanave që këshillat e njerëzve t'i ndëgjojnë vetëm pak, në fillim pas taj le ta ndëgjojnë intuitën e vetë, sepse instikti nanës nuk rënë asë njëherë. është taj që e thotë vërtetën edhe le të kujdesen ashtu qysh ja merr mendja vetë edhe qysh ato din vetë. Në momentin që të forcohen, e kam fjallën sidomos për gratë që lindin në mënyrë cezariane, se e di që është shumë më e vështiron, ashtu e kam përjetu për vete. Javët e para kanë qenë pak më të rana në aspektin shëndetësor për mu. E përmende emrin Otis, apo jo, një emër mjaft i veçantë, kush vendosi për këtë emër? E ka vendos bashkëshorti, ai më ka thonë që prej fillimit kur e ka kuptu që jam shtatzon, që unë po kom qef mja vendos emrin edhe e kam dëgju, kam thonë okej, ashtu... Për herën tjetër ndryshon, apo jo? Po, tashti, se unë jam prap shtatzon. Urime. Faleminderit edhe po tash për të dytën herë normal që do të vendosëm bashkaresht, po ideja do t'jetë e imja, sepse për Otisin ka qenë ideja ti, po qysh do qoftë qëfar do emri, qëfar do ideja që t'ke njerës të tjerë, unë do t'a mirë pres, sepse për mu me rëndësi është me gjetë një emër të bukur edhe që i përshtatët fëmisë. Edhe pse e ceke që tashmë je prap në pritje të ëmbël, do t'a shohim prap brendën së shpejti në ekranin televizive? Po, pa tjetër që po, është diçka që më përmbush mu shumë, unë tregova që ndoshta ka pas raste që jo mundu me i mbajt më herët edhe 2 puna, po asë njerë nuk është që kom hek dorë pej medjave. Edhe së shpejti, kur ta marrë vetën pas lindjes së dytë, kismet prej Zotit ka mu kthy fuqishëm në ekran. E dashur Tura, ishte zani të mbarë, shëndet dhe gjithat mirat. Ishte shumë kënaqësi që të kisha sot në studion e fundjavës. Faleminderit shumë për kohën. Kënaqësi edhe për mua dhe mbaroj kaq shpejt, më do tepër shpejt shkoj koha. Faleminderit shumë Lorinda, me të vërtet u kënaqa. Jom di tepër mirë edhe aturoj shumë suksese në këtë emision. Është një emision i mrekullueshëm, shumë i qëllum, edhe faleminderit edhe një herë shumë për ftesën. Shumë kënaqësi, faleminderit.